Të nderuar shikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar me personalitetin e ditës së sotme dhe temën për të cilën do të diskutojmë. Në fakt do të flasim për biografinë dhe veprimtarinë, njëkohësisht edhe karrierën e Faton Zylbehari. E njohim si gazetar sportiv, njëkohësisht edhe si drejtori i zyrës për marrëdhënie me publikun në klubin futbollistik Shkëndija. Nder dhe privilegj që sot ta kemi në emisionin ton. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Faleminderit Ariana për ftesën. Gjithmonë bukur ndjehem të jem këtu ku realisht gjithçka ka filluar për mua në këtë shtëpi televizive në aspekt profesionit tim. Faleminderit shumë që gjithmonë na nderoni. Të fillojmë të flasim për atë që përmendet dhe ju fillet e para, pra si ka nisur ose si ka filluar në fakt pasioni juaj për gazetarinë sportive, cili ka qenë ai momenti që ju keni menduar që tani do të filloj dhe të merrem me gazetarinë sportive. Ja këtu në këto ambiente, ndoshta pak me një format tjetër. Kam qenë futbollist, portier kam provuar të bëhem. Do duhet të largohem për X arsye, për arsye ekonomike. Duhet të vijoj studimet, më duheshin lekë dhe duhet të punoj. Duke mos gjetur hapësirë, gjeta në një natyrë ku kishte edhe një mishtore, dhe aty pas 9 muajve i humba 2 gishta. Këto. Edhe mbeta që keq. Një varlloj invaliditeti, që më detyroi të kërkoj diçka tjetër. Duke qenë se gjatë pjesës që vite kalova të Shkëndija shumë si portier, edhe në kategoritë e reja, edhe në ekip parë, gjithmonë shquhesha duke imituar, duke ngacmuar shokët, duke komentuar situata të ndryshme, madje edhe duke imagjinuar situata komentimi. Dhe ka qenë humoristi Nezhbedin Hamzaj, Mr. X, që kemi lidhje familjare, që ka një lidhje të afërt me pronarin, zotin me Vajip Abdiu, cilin e përshëndes. Dhe më tha do shkosh do provosh si komentator. E kam nisur këtu te TVK, dhe më pas gjithçka filloi këtu. Do të kishte një moment të caktuar kur vendose që ti takosh këtij drejtimi? Realisht kisha menduar që është një pasion, është një talent, por përfundimisht ne jemi të lindur, të gjithë kemi një talent, jemi të lindur. Përfundimisht për mua është gazetaria, moderimi, këto gjëra që lidhen me këtë veprimtari. Dhe por në mënyrë aksidentale unë erdha këtu. Duhet të më ndodh kjo me gishta që të mendoj, sepse ëndrat mia lidheshin me futbollin, por mbeta përmes gazetarisë sportive sërish pranë futbollit, ku realizova gjëra që përfundimisht nuk do kisha menduar të realizoj si futbollist aktiv. Pastaj, nëse të kthej shkurt vetëm, pas shumë viteve kur kemi ndryshuar diçka në shtëpi, unë kam gjetur në hartim që kam bërë në shkollën e mesme, profesionin im të ardhmen, dhe ku kam shkruar gjithë ato ëndrat e mia të luaj për ekipin e parë të Shkëndijës, të bëj karrierë, bla bla bla, dhe në fund kam thënë, por kam edhe diçka tjetër në shpirt, gazetar sportiv, gjithsesi komentator futbolli. Më çohet mishi kokra sërish kur e kam parë, sepse pa vetë dije, nuk e dija që e kam shkruar. Por, ja, pas ka qenë shkruar dhe nuk kam asnjë peng, realisht jam i përmbushur. Keni realizuar ëndrrën tuaj. Po me që tha që jeni ndër le të themi shqiptarët e pakt, i cili ka vizituar shumë stadiume botërore, ka takuar shumë futbollistë të famshëm, dhe nëse bëjmë një krahasim apo komparacion me vendin tonë dhe vendet europiane, sigurisht që nuk mund të bëhet një paralele e tillë. Por ju prapë keni përzgjedhur që karrierën tuaj ta ndërtoni në vendin tuaj. Guri peshon në vend vet tonë. Kam patur mundësi në 2 raste. Në 2 raste kam patur mundësi, një për të provuar diçka në UEFA, ka versione tjera që edhe sot e kësaj dite mund të investon shumë edhe UEFA në media. Në vitin 2021 kisha një kampionat evropian të shkëlqyeshëm me Maqedoninë e Veriut. Unë isha shef i medias Maqedonisë dhe që bashkëpunimi dhe gjithë ajo që kërkohej në kampionat evropian më dha shumë mundësi të tregoj atë që posedoj. Dhe era tjetër kam patur një ofertë nga Shqipëria për të kaluar atje. Të 2 rastet kam zgjedhur, ne jemi 2 vëllezër, vllai im është në Zvicër me qëndrim, dhe kemi një nënë që ka qenë edhe baba dhe nën për ne, dhe unë i kritikoj gjithë ata, jam kundër ato që kanë fëmijë, kanë djem dhe i lënë vetë prindërit, kështu që në këtë moment kam zgjedh deri në cilin moment unë do ndjek egon, pasionin dhe talentin. Në qoftë se Zoti tek ne ka futur diçka në aspekt të cilësisë, deri në cilën shkallë ti do ta ndjekësh. Në këtë pikpamje unë kam vlerësuar që vendi im është vendi im,
dhe duke vlerësuar maksimalisht familjen, nënën, unë nuk kam asnjë peng, pavarësisht që shumë njerëz ma thonë, ata që kanë parë ofertat dhe kanë parë atë që ndodh, kushtimisht me afërsinë që kemi, ti e budalla, gjithkush ndron apo vrapon pas kësaj mundësie. Jo, jam i kënaqur, janë njerëzit e mi dhe mendoj që kam bërë shumë. Në qoftë se ëndra ime do të ishte këtu, unë ka kohë që kam kaluar ëndrën time dhe realisht jam shumë i përmbushur. Shumë e bukur realisht. Po megjithatë gjithë këtij rrugëtimi për ta realizuar këtë ëndër kaq të madhe që keni pasur, a ka pasur momente kur jeni stresuar, jeni dorëzuar, keni luftuar shumë për të arritur këtu ku jeni, pra gjatë gjithë rrugëtimit tuaj nuk ka qenë sigurisht rrugë e shtruar me lule. Po, ka patur shumë momente. Natyrisht nuk askush ai tepi kuq nuk është i shtruar. Suksesi nuk arrihet brenda natës, kërkon shumë, mund kërkon. Edhe si është nuk ka rëndësi sa do rrëzohesh, sa herë do pengohesh, sa herë do ngrihesh. Domethënë konsistenca të sjellë rezultat. Po e provove, e dikush ja del. Ai që nuk dorëzohet. E provove, humb, hoqa dorë. Unë s'kam heq dorë. Hapi barka qenë këtu. Më thënë ka qenë një mënyrë që unë kisha ëndra shumë me televizionin Koha, i falenderoj publikisht për mundësinë, edhe unë ndjehem si në shtëpinë time dhe këtë e kam dëshmuar si unë, si drejtuesi që ne kur të na doj qefi bashkëpunojmë dhe ndihmojmë njëri tjetrit. U dëshprova shumë kur gjërat nuk shkuan si duhet këtu në televizionin Koha. Ndodhi një mosmarrveshje, ca gjëra që ndodhin gjithandej, edhe këtu ishte pengesa e parë që do heq dorë. Por erdhi një ofertë shumë e mirë nga televizioni Alcat dhe thjesht atje më ndryshoi kahja e jetës sime. Megjithatë, nëse flasim për përvojat gazetareske në pika të shkurtra, a mund të na i rënditish, domethënë se si ka qenë e ndërtuar karriera juaj gazetareske? Televizioni Koha këtu fillimi, edhe komentator, edhe moderator, lajmesh, edhe emision. Kam vë bazat. Më pas, dhe si themi, shkolla fillore këtu. Shkolla e mesme dhe fakulteti kanë qenë televizioni Alsat Em, i falenderoj gjithë edhe atje për mundësinë. Atje edhe pastaj edhe kam diplomuar dhe aty kam bërë gjithçka që i takon një gazetari, qoftë prezantimi i lajmeve, qoftë kisha emision kështu edhe emision debativ, por kujtoj që aty u hyra si komentator i ndeshjeve të futbollit, kam komentuar 6 El Clasico në paqë të mundshme, më jepnin ata, kam komentuar kampionatin evropian për herë të parë një televizion privat që i merrte televizionit shtetëror të drejtat për një event si puna e kampionatit evropian. Ka qenë Alsati në vitin 2008 dhe unë 75% të ndeshjeve i kam komentuar unë, përfshi këtu edhe çerek finale, gjysmë-finale dhe finalen. La Ligën për 3 vite, Bundesligën, kampionatin francez, janë gjëra që më kanë përmbushur shumë. Pastaj kam patur emision debativ, që ishte një ëndër e imja, dhe po të shikosh tash i del sikur po flas për veten, por ndër të rradhat që kam patur jetë gjatësi, qoftë në televizionin Alsat, apo më pas njëtin format e barta edhe të televizionit Shenja. Sot kur po flasim ne dy, nuk ka një emision të tillë në gjithë Maqedoninë. Po, shumë e vërtetë. Po megjithatë sigurisht do flasim edhe për arritjet e tjera. Ju përmendët që keni qenë futbollist aktiv? Po, kam nisur në moshë të re, kam qenë portier në klubin e futbollit Shkëndija, kam kaluar gjithë kategoritë, përfshi edhe ekipin e parë ku në moshën 16 vite e gjysmë më kanë zgjedhur për të qenë sigurisht jo portier i parë. Aso kohë Shkëndija jetonte kohra tjera. Lidhja ime se kam thënë asnjëherë publikisht, lidhja ime me Shkëndijën nuk është se vetëm unë sot paguhem te Shkëndija për punën që bëj. Lidhja ime është se në kohët më të vështira ka njerëz tjerë që kanë bërë shumë më shumë, nuk është se duhet ta përmendim, por thjesht unë atë pensionin minimal që merrte nëna ime, shpesh e kam harxuar duke shkuar që mos e lëm Shkëndijën në momente kur unë dhe shumë të tjerë, natyrisht nuk është se unë e mbajta gjallë, po flas për anën time sepse ajo që kisha ishte gjithçka. Ne kemi mbajtur gjallë në momente kur Shkëndija mund edhe të hiqte dorë. Tash jam krenar për këtë dhe më vonë gjithë ajo që ndodhi dhe kjo që po jetoj sot, më vjen sigurisht një kthim i asaj sakrificës që kemi bërë. Shumë e bukur që është shpërblyer ky kontribut i jashtëzakonshëm i asaj kohe. Tani jeni, domethënë, drejtori i zyrës për marrëdhënie me publikun tek Shkëndija, që ndryshe ndonjëherë thuhet edhe si zëdhënës. Sigurisht që ka dallim. Duhet të bësh një emision tjetër për të sqaruar këto gjëra, sepse nuk e kuptojnë ka keq kuptime, domethënë. Zëdhënës
Zëdhënësi mediave, ndoshta vetëm. Por ju keni një rol tjetër pak më të madh. Ka njëri që bën tekstet, ka njëri pavarësisht që Shkëndia nuk mund të pretendoj unë Shkëndia të punsoj 15 persona sepse mediat nuk kanë aq. Por zëdhënësi merret me ekipin e parë me lajmet dhe aq. Thjesht në puna e përgjegjësit kur je shefi punës tënd është që ti merresh me gjithë shka që ka të bëjë me komunikimin me jashtë. Domethënë duke nisur edhe presidenti për të marrë Shkëndia me kompaninë Ekolog nga viti 2013 ka vendosur një standard që e përdoren edhe klubet europiane. Ka patur këtu pak nga mediat caktuara apo gazetarë që ndoshta nuk e kanë kapur në moment të parë. Shkëndia është mbyllur, Shkëndia duhet pyesësh Fatonin. Jo, nuk duhet pyesësh Fatonin. Duhet pyesësh shefin e medias, jo Fatonin. Nëse nuk do jem unë, do jetë ai tjetri. Domethënë që të ketë një rend, të ketë një rregull, dhe kjo është e mirë edhe për vetë mediat, edhe për vetë është një veprimtari, një fushë që duhet ta sqarojmë. Dhe tani, kur ti merresh edhe presidentin, në këtë rast Zamir Dikën, profesorin e nderuar, të marrësh për emision, duhet të mos rrasësh mua sepse unë jam ai që mbaj lidhje. Pastaj çdo gjë, domethënë pjesa ne kemi menaxher të rrjeteve sociale. Sigurisht që unë jam ai që e mbikëqyr komunikimin me jashtë, komunikimin me brenda, komunikimin me publikun, me mediat, mënyra e postimeve, teksteve, gjëra, domethënë gjithçka është një gjë që unë e mbikëqyr, kemi zyrë për marrëdhënie me publik, Shkëndia mund të krenohet dhe unë jam krenar që jam drejtues i kësaj zyre. Në Shqipëri, Maqedoni dhe Kosovë besoj që jemi lokomotiv në këtë drejtim dhe unë jam krenar për gjithë këtë që kemi ndërtuar sepse ma kanë thënë të tjerët merremi si shembull. Po të futesh aty, ne ka kohë që kemi lënë këto hapësira, targeti jonë është shumë larg, shohim çka bëjnë jashtë. Nëse ke dëshirë, vullnet dhe djem siç ata që bëjnë, unë pa çunat e zyrës, qoftë ato që i kam patur më herët, qoftë ato që i kam tani, nuk do bëja gjë, por besoj që prezantojmë Shkëndinë në mënyrë dinjitose. Shumë bukur, po. Po megjithatë, sa është sfiduese në fakt ky rol? Për shembull, ka ndonjëherë konflikt interesash mes profesionit të drejtorit të zyrës për marrëdhënie me publikun dhe detyrave apo le të themi dhe vetë politikës së skuadrës. Pra si ruhet ky integritet? Drejtori, nëse je brenda, konflikt interesi s'ka, sepse dihet detyrat. Nëse flasim për Fatoni i Shkëndijës dhe Fatoni si gazetar që kam punuar, këtu ka, dhe këtu nuk e kam fshehur kur. Që në momentin, në vitin 2013, kur kam filluar, jam futur që të punoj edhe në Federatë Futbollit, edhe në televizionin Alsati, isha edhe në Shkëndij, unë e dija që ekziston konflikti interesit, por duke qenë vendi ku jetojmë, unë gjithmonë gjykoj, po të jem nesër edhe shefi një klubi apo një kompanie, gjithmonë është mirë të kesh në rolin e zëdhënësit apo të komunikimit, përgjithësinë e komunikimit, një gazetar aktiv, sepse i ka lidhjet, i ka kontaktet. Po pastaj ai duhet të jetë profesionist në veprimin e tij. Unë ta jap vetëm një shembull që shumë njerëz mbas edhe nuk e dinë, edhe nuk e kanë hetuar këtë, se si arria që ta mbaj integritetin dhe kaq vite mos përplaset një gjë që përfundimisht ka konflikt interesi. Fatoni udhtonte edhe me Federatën e Futbollit të Maqedonisë, me reprezentacionin edhe me Shkëndijën. Tash, pyetja që s'ma ka bërë asnjëherë askush që po e hapi këtu te ju për herë të parë, është që pse ndonjëherë ti kur ishe në udhtim me Shkëndijën apo Maqedoninë, raportoje për televizionin ku punon, qoftë Koha, Alsati apo Shenja, dhe ndonjëherë nuk raportoje. Unë këtu e kam patur jam një manjak i dashuruar në profesionin tim dhe kam patur një vijë që nuk e shkelja kur. Në momentin kur unë isha në udhtim me Shkëndijën, shembull, Shkëndija nuk ka marrë asnjë gazetar. Nuk e ka patur mundësitë, s'ka marrë. Unë nuk ja jap privilegjin apo keqpërdorimin televizionit ku punoj, sepse unë atje jam në cilësinë e zëdhënësit. Dhe tani unë e bëj vetëm zëdhënësin. Nuk ka lajme për të vëkohën nga atje. Në momentin që Alsati, Koha, apo MTV, apo ka udhëtuar, domethënë Shkëndija apo Federata, ka marrë paktën një gazetar, unë atëherë shndroja veten edhe në gazetar. Domethënë sepse diku është mjeshtria dhe ky është një mesazh tek gjithë ata që punojnë në rolin e komunikimit tek klubet, te instancat. Nuk është mirë të favorizosh një medium, të heqësh një tjetër. Në aspekt të marrëdhënies me publikun ti duhet të jesh transparent ndaj gjithëve. Dhe në këtë moment në qoftë se unë udhtoj me Shkëndijën si gazetar, si zëdhënës i Shkëndijës, pse duhet të merr TV Koha për parsinë dhe të jetë më përpara një televizionit. Dhe këtu ti prish balancat. Prandaj unë këtë e kam ruajtur dhe deri sot ka funksionuar. Po, megjithatë përveç kësaj ka edhe një tjetër sfidë, le të themi, komunikimi me tifozët.
në raste për shembull kur nuk janë rezultatet e mira, le t'i themi, të Shkëndijës në këtë rast dhe duhet jenë juaj që do ta menaxhoni qoftë pjesën kushtimisht thënë emocionale të po këtyre tifozëve dhe në anën tjetër të ruani integritetin e klubit. Si funksionon kjo? Në radhë parë, domethënë, zyra për marrëdhënie me publik nuk është se ka lidhje direkte me tifozët. Megjithatë komentet e tyre natyrisht. Ndikojnë. Ajo është, por unë jam një nga ata. Unë gjithë jetën jam këtu në Tetov. Për mua personalisht ka qenë shumë e lehtë sepse vi nga fusha, ata tifoz, po flas për Brezin më të vjetër më kanë rritur. Pastaj të tjerët, kushtimisht thënë, i kam rritur unë, i din pikat e mia, ata më njohin, e din fushat e veprimit mia, po flas për vete. Tani Shkëndija si klub ka njerëz përgjegjës në klub që komunikojnë me tifozët për organizim, për gjëra. Por thjesht unë e kam bërë, me imja më e bukur është pjesa e organizimit, unë jam edhe speaker zyrtar, dhe më thonë, përveç i mbuloj edhe komentimin e ndeshjeve, edhe moderimin, edhe speakerin zyrtar, dhe aty është më e bukura që më përmbush kur më kërkojnë publiku, ka patur një periudhë s'kam qenë pjesë e Shkëndijës, dhe kam marrë pafund mesazhe, sepse është një kombinim pa e stërvitur, pa e ushtruar, qoftë thirrja e lojtarëve kur i bëjmë ato ole, qoftë shënimi i golit kur bëjmë ca lojra me publikun, dhe është një marrëdhënie shkëlqyeshme, por thjesht unë them është korrektësia e të dy palëve. Mos harrojmë që ballistët janë zemra e Shkëndijës, janë numri 12 i skuadrës dhe natyrisht meritojnë respekt maksimal. Ka momente kur ka përjashtime, por personalisht me mua kur, sepse i di unë vijën ku e kam dhe duke respektuar njëri tjetrin, jemi okay. Pastaj pjesa e komenteve, secili ka të drejtën e vet, mendimin e vet, dhe ne mundohemi që ta ruajmë. Unë dhe zyra për marrëdhënie me publik gjithmonë ka detyrë që të tentoj një lojtar që është në moment caktuar në presion të madh, nuk e nxjerrim në pa, sepse ti e bën si e vësh në pikado. E ruash atë pa kënaqësi, domethënë nëse dikush në moment caktuar vihen kundër Fatonit, tash e them kot, nuk është se do ekspozosh Fatonin që sikur u shkon kontra, dhe duke matur gjithatë që pa lënë të përzihen në punën tënde, sepse janë dy gjëra të ndryshme, por thjesht ajo që është një binom i pandar dhe jo rastësisht Shkëndija dhe ballistët janë diçka e mrekullueshme, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në gjithë rajonin. Po, këtë e kanë dëshmuar. Megjithatë, pikërisht këtu e kisha edhe pyetjen e radhës te çështja e strategjisë të cilën dhe përmendat. Strategjia dhe vizioni që ka pikërisht Shkëndija, si punoni ju për shembull me, le të themi, me drejtuesit e klubit ose me trajnerin për të sinkronizuar këtë komunikim publik? E para e punës se din ata çdo kush që vjen në Shkëndi ka ofertë, njoftohet me drejtuesit, edhe njoftohet edhe me Fatonin këtë rast. I tregoj rregullat. Në Shkëndi nuk jemi të mbyllur. Këtë edhe vetë me ju e kemi dëshmuar. Për të marrë një lojtar, kjo është gjë e mirë, edhe u sugjeroj gjithë klubet ta bëjnë, ti do më marrësh mua. Unë e di kur kemi seancë stërvitore. Unë e di cili lojtar është në një gjendje të caktuar psikologjike. Unë e di cili lojtar është në moment të mirë, në moment të keq. Unë e di cili lojtar shprehet më mirë dhe cili më pak. Dhe gjithë këto ti menaxhon për të dalë bukur. Sepse ka një, si punë e një hoxhe, ka një hoxh që ka ligjëratat shumë të mira, por s'ka zërin për të lexuar shumë mirë. Dhe ti nuk e çon ata, të çon flet. Ahmet Kalaja, Elvis Naçi kanë super ligjërata, unë si kam dëgjuar ndonjëherë duke lexuar Kur'an. Bukurat që bën shembull të themi Egzon Ibrahimi apo Armend Beqiri, e shumë lexues tjerë tani. Dhe në këtë mënyrë ne lojtarët e dinë që çdo ftesë për pjesëmarrje, për turne humanitar, për te komuna ku jeton, domethënë duhet njoftohet zyra për marrëdhënie me publik. Pastaj ne vetëm japim leje, apo ka momente që mund të jetë një moment i caktuar politik. E din ti sa është sfiduese që të menaxhosh skuadrën gjatë pjesës së zgjedhjeve, fushatave zgjedhore. Ne fal edhe bashkëpunimit mirë, edhe mirë kuptimit, ne kemi patur arritje historike këtë verë, por fushata veç kështë filluar, dhe natyrisht unë jam i sigurt që kryetari i komunës së Tetovës nuk është se ka dashur ta keq përdor
atë situatë. Thjesht ai është i pari i komunës dhe ka të drejtë të nderoj klubin në qytetet. Por thjesht me një bashkëpunim dhe me një sqarim shumë korrekt dhe njerëzor, jemi kuptuar që mund të keq kuptohet ta mbajmë Shkëndijën anash politikës. Dhe gjithë këto janë ato sfidat e përditshme dhe ka shumë tjera të cilat kërkojnë menaxhim dhe jo më kot Shkëndija ka një zyrë për marrëdhënie me publik dhe paguan, ka një buxhet për këtë, një kosto ka kjo. Dhe nëse nuk do ishte nevojshme, kush është ai që hedh para në erë për kot? Sigurisht. Megjithatë përmendëm të gjitha përvojat në karrierën tuaj. Megjithatë cila është ajo arritja më e madhe që ndoshta dhe juve ju plotson shpirtërisht më shumë, por që do e kishit konsideruar si më e madhja dhe kujt do e kishit dedikuar këtë sukses? Do nisim nga mbrapa, ja dedikoj familjes për mbështetjen, këta që i kam. Edhe sigurisht kam gjithmonë peng që babai im i ndjer gjithmonë na drejton të drejt arsimit, drejt punës, drejt mësimit, donte të arrijë. Uroj që sigurisht diku nga lart ti kishe parë këto gjëra dhe dedikimi shkon edhe për atë, sepse thjesht unë jam krenar kur bëj një gjë të mirë, kur tentoj të mbaj veten, mos kënaqem kur, por kur njerëzit thonë, "Ua, një gjë e bukur kjo", sigurisht që nuk harroj kur, krahas familjes që më përkrajnë, nëna, bashkëshorta, vllau, motra, familja, shokët, miqt, sepse kam njerëz të afërt, edhe ata janë pjesë e familjes. Gjithmonë babai është ai që thua kjo është edhe për ty, sepse nëse do ish gjallë, unë e di që do ish krenar. Sigurisht që po, dhe cila është arritja më e madhe cilën do e konsideroni? Arritja, tash njerëzit në këtë kohë thuhet se shkojnë edhe në hënë, ta them ashtu si batut, por mos themi se ua ç'a bëm, por jam i lumtur me gjithë ecurinë time. Domethënë kam qenë në kampionat evropian si shef shteti, kjo Maqedonia, të jem i pari i organizimit medias në kampionat evropian, ai që ka organizuar gjithë media që kanë shkuar, ka gazetarë që e quajnë arritja më e madhe që ka marrë pjesë në kampionat evropian. Unë jam i lumtur që i kam bërë ato lista dhe që kam udhëhequr vendin, kam përfaqësuar shtetin. Dhe në këtë rast nuk jam i kënaqur si faton, jam i kënaqur si shqiptar dhe falënderimi gjithë atyre që vendosën pikërisht unë të jem për herë të parë të ketë një zëdhënës shqiptar. Uroj që këtyre që më kanë pasuar të kenë sa më shumë suksese dhe të tejkalojnë. Pastaj në 4-6 ndeshje ka zhvilluar Kombëtaria e Shqipërisë në kampionat evropian. Unë 4 kam qenë i pranishëm edhe jam shumë i lumtur që më fal 3 dhe të mashtrova. 3 ndeshje kam parë, domethënë nga vendi, qoftë në Francë në vitin 2016 në Lyon me Rumaninë, qoftë isha në Hamburg dhe në Düsseldorf me Kroacinë dhe në Spanjën. Është kënaqësi të raportosh nga atje. Certifikatat, trajnimet dhe diplomat e marra nga UEFA nuk është një gjë e vogël, sepse kaluar situata të marrësh në UEFA, dikush kënaqet të shkojë dhe të bëjë një foto aty. Thjesht kam shkuar për javë të tëra dhe jam pajisur, kam një me vule dhe origjinale një diplom. Trajnimet e ndryshme gjithandej në FIFA, në UEFA. Janë këto gjëra që më përmbushin dhe thjesht them që po, ja vleti. Dola pak nga gazetaria edhe te puna e zyrtarit për marrëdhënie me publik, media officer dhe që them, janë këto kampionatin evropian ta thash, sukseset me Shkëndijën. Sukseset me Shkëndijën kanë qenë gjërat mrekullueshme dhe tani nëse mund t'i shtosh këtu, sigurisht që janë arritje pjesa e moderimit, të moderosh titujt, kam organizuar vetë organizimin dhe moderimin e festave të Shkëndijës në titujt kampion. Shqyrëzotit kam qenë edhe në kryesimin paraprake në vitin 2011, sepse ekologu më gjeti në Shkëndijë mua, dhe jemi një binom i pandar deri tani me Shkëndijën, i lumtur që kam qenë pjesë e klubit në gjithë të moment. Dhe ne të lumtur që në shoqërinë tonë kemi edhe një personalitet të tillë që sigurisht përfaqëson shqiptarët e vendit tonë mbi gjitha, sepse sukseset e juaja janë sukseset e gjithë shoqërisë. Më vlen vlerësimi juaj, sepse jo pak herë jam përballur edhe me mos them akuza, padrejtësi, muhabete, por këto mbase më vonë kanë ndonjë pyetje. Sigurisht që do t'i diskutojmë, megjithatë unë ftoj regjin që në ndërkohë kur ne flasim të ndjekim edhe disa fotografi të Fatonit në përvojën e tij, qoftë në Shkëndijë, qoftë edhe një fotografi është edhe në Bernabeu, të cilën na keni sjellur, po sigurisht që do ta përmendim edhe gjatë emisionit. Këtu do jemi në Wales me TNS-n këtë vit, nga kombinimi i veshjeve,
Dhe ja, Shkëndija. Kjo është në Prishtinë. Nga kombinimi i veshjeve di që fiks ku kam qenë dhe fotografitë janë gjë e bukur, prandaj ja dhe kjo që flasim media gjërat, janë gjëra këtu në Prishtinë, kjo është në Bernabeu. Kjo është një ngjarje që kërkon një tjetër emision. Ndërkohë përveç Shkëndijës sigurisht, cili është klubi juaj i preferuar? Barcelona. Ashtu? Mirë. Kemi folëm duke në emisionin e kaluar, një herë ke përmendur. Besoj po. Jam me Barcelonën. Këtu isha në Madrid. Më kanë pyetur shumë njerëz, ne me Shkëndijën qëndruam në Madrid, kam një mik në Norvegji që më luti pasi që të kemi përfunduar ndeshjen me Shkëndijën, orari u përputh që nuk kishim aktivitete deri të hënën kishim ndeshje me Pelisterin në Manastir dhe vazhdova qëndrimin në Madrid. Miku kishte bler bileta, unë provova timen si gjithmonë mos dorëzohem deri në fund. Dhe kam arritur që të marrë ftesë nga Real Madridi, jo akreditim, dhe unë jam me Barcelonën, por ata treguan sepse janë klubet mëdhenj, sepse i kushtojnë vëmendje çdo detaj. Do të thonë, mora ftesë, jo akreditim ti do jesh mysafiri jon, edhe një zonë ku nuk shiten bileta, një zonë ku rastisi aty derisa ne futeshim edhe u befasuam se kur na kishin siguruar vend, po futeshim të shohim se nuk shiteshin aty bileta, zona e VIP-it. Unë asë që kësha parë se më këshanë vënduar në dorë VIP, dhe shof aty kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Është interesant, shumë njerëz kanë menduar kam qenë pjesë e delegacionit të tij. S'më lidh asnjë gjë, po ishte bukur. Në një moment mendova që jam në Air Albania të Tiranës, por ishte bukur e ndeshje Real Madrid Villarreal. Dhe unë sugjeroj çdo tifozit Real Madrid dhe tifozit futbollit, pavarësisht që jam tifozi i Barcelonës dhe di që Camp Nou, Spotify Camp Nou do të jetë një stadium i mrekullueshëm kur të përfundohet, por Santiago Bernabeu kishte një magji brenda dhe çdo kush që ka mundësinë sugjeroj të shkojë ta shoh. Faleminderit. Megjithatë, kur flasim për karrierën tuaj, nuk mund të lëm pa përmendur edhe jetën studentore. Ndoshta faza më e bukur e të gjithë neve. Keni studiuar në Universitetin e Evropës Juglindore. Faza më e bukur për gjithë ju, jo për mua. Për ju nuk ka qenë. Jo për mua, sepse unë jam detyruar të ndërpres studimet, jam regjistruar dy herë në fakultetin, në Universitetin e Tetovës, një herë psikologji, një herë juridik, për shkak se nuk kam patur mundësi të vazhdoj, punë financash, jam detyruar të ndërpres, unë jam punësuar aso kohë për të vazhduar studimet, edhe ashtu funksionon të aso kohë tek monopoli që tashmë aty ishin dhe vonoheshin profesorët, duhet të qëndrohesh, kishte kosta e qëndruara duke pritur aty profesorët dhe unë i punësuar për të vazhduar fakultetin, po e humbja edhe punën, kështu që në atë moment vendosa që puna ishte detyrim, vazhdova aty, edhe aty pash një tjetër pengesë që nuk e di është momenti për ta thënë. Jam futur nga i që duhet të siguroj kamerat e sigurisë, jam futur në pjesën e mishtores, i humba 2 gishtat, u desh të filloj gazetari dhe unë kam shkuar në Alsat, nuk e dinin që se kisha fakultetin, edhe po e boja punën, u them unë nuk kam fakultetin, pastaj aty mu hapën shumë mundësi, u hap një dek e fakultetit për shkencët e komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore. Më shumë kemi studiuar në Shkup, më pak në Tetov, por kemi qenë një grup nga televizioni Alsat dhe që nuk e kam shijuar në mënyrë klasike atë jetën studentore. Do të thonë me shkollën e mesme, më pas për mua ka filluar puna dhe studimet dhe marrja e diplomave kanë qenë një detyrim që është bërë paralel duke punuar, sepse duke punuar po e paguaja, nuk është se kisha një mbështetje tjetër, por shiqyr Zotit kaloj ajo dhe jemi okay. Megjithatë, ky është një mesazh të porositur shumë i fortë apo apel për të gjithë të rinjt se nuk duhet të dorëzohen gjatë studimeve, sepse ja arrihet që një ditë të jesh ky personalitet siç je sot nga e para, sigurisht që ke filluar. Kështu që besoj që edhe të rinjt duhet ta kenë parasysh dhe të motivohen. Në asnjë moment, shiko, në jetë është shumë interesant se asnjëherë nuk mund të parashikosh se kur do të vinë momenti yt. Çdo njeri nga ne i kemi ato 5 minutat tonë. Puna është sa do jesh i gatshëm që ta japësh. Ka shumë njerëz që mund të pëlqej puna ime dhe shumë të tjerë që mos ju pëlqej. Por sigurisht që nga unë varet kur do më jepet rasti ta tregoj veten dhe të bëj punën ashtu si duhet. Pastaj rezultati nga ata që kuptojnë, ne nuk mund të ndikohemi nga komentet e secilit, sepse dikujt i pëlqen emisioni juaj, dikujt jo, dikush tani është duke shikuar një televizion tjetër. Është drejtë e tij. Ajo nga ne varet tani. Do flasim për vlera, do flasim për gjëra që kemi bërë, apo do flasim për broçkullat që nuk i hyjnë në punë askuj. Kjo është ajo që varet nga ne. Dhe prandaj them që secili ka drejtimin e vet.
ëndrat gjithmonë duhet të ndiqen, natyrisht të jesh me këmbët në tokë dhe duke kërkuar atë që mos të ndrosh gjëra jo reale, por ndonjëherë sigurisht që do të vi momenti që ti me atë që posedon, në talentin që posedon, unë ndroja të jem portier. Por kur s'kam ndruar të marr pjesë në kampionat evropian, mendoja që do bëhem portier për nivelin këtu. Unë akoma luaj në kategorinë e 4. Kam luajtur me klubin e fshatit mërkimtarit, për momentin jam me Lirinë e Zhelinës, ku para 15 viteve kam luajtur për 6 vite, por unë mora pjesë në kampionat evropian. Do të thonë Zoti ma dha, e don ti, e don futbollin, ja mundësi, po diçka tjetër për ty nuk është kjo aty ku do bësh, sepse s'do e bëja dot. Thjesht unë nuk urrita me trup aq sa kërkon një portier elitar. Për kushtet tona sigurisht që po. Prandaj kjo është ajo që bukur e thatë, që gjithë të rinjt mos heqin dorë nga ëndra dhe mos heqin dorë nga shkollimi. Pavarësisht ka shumë futbollistë duan vazhdo futbollin, shkollimin pa shkollë si do të bëhet arbitër. Ndryshe është një arbitër është mjek, është doktor, është filan marifeti ka dhe të shkosh një arbitër punon mos dash zoti në një bastore. Ka dallim. Sa ta thuash, po jo, në momentin që prezantohesh kush je, a di sa ka rëndësi. Ne gjithmonë kërkojmë të qëndrojmë në ato suazat e modestisë, që mos dalim, unë bëra këtë, unë bëra atë. Po ajo është CV-ja jote. Dhe jashtë, kur del jashtë, ata të pyesin kush je, dhe në momentin me atë që prezantohesh ti, ashtu të shikojnë ata. Kështu që shkolla patjetër. Po të mos ishit bërë, le të themi gazetar sportiv, çfarë do të ishi bërë? Përfundimisht mësues apo profesor. Në fakt unë... I sportit, sigurisht. I komunikimi, do kësha thënë. Unë rrjedh nga një familje, baba im i ndjerë ka qenë arsimtar, edhe unë jam rritur duke emituar punën që bën taj, edhe e dua si profesion. Tani, realisht, po të shikosh këtë që kam përfunduar si fakultet, unë jam një farë profesori i kësaj punës sime, por nëse nuk do isha nga gazetari, përfundimisht aty, të profesori. Intervista më e vështirë që keni bërë ndonjëherë? Apo ndeshja më e vështirë që ma kanë bërë, apo që e kanë bërë? Që e keni bërë ju, do me thënë. Jo, duke dashur këtë profesionat shumë, nuk është se kam patur, nuk është se kam patur, thjesht më kujtohet një rast, një emision, sepse shumë vite, edhe unë jam njeri si tjerët, së murem, kam momente të këqia kam, por nuk kam munguar në emision asë njëherë. Vetëm një emision e di në televizionin Shenja, më ka zgjatur 2 orë, edhe bëja 10 minuta, bëja pauzë, kisha një kokëdhimbje të hatashme, ndërkohë a kisha dhënë fjalën njerëzve që do e bëj, edhe po e regjistronin para kohë, se do titrohej, do përkthehej, edhe po flisnim për atletik, më vjen se u kam një borxh atyre njerëzve, se u kam thënë do ju marr një herë tjetër dhe s'ndodhi kur kjo. Thjesht nuk e di si e kam nxjerr në fund atë emision. Këtë e kisha thënë vështirësi. Tjerat i bëj me shumë qejf edhe jam kënaqur. Mi përmendë më herët ballistët, marrëdhënia ime me ta është, s'mund ta quaj vështirësi. Herën e fundit që ishim te Rayo Vallecano, unë flas edhe gjuhën spanjole krahas asaj angleze, dhe u habitën në Spanjë sepse nuk njihen pak si nacionalist ka puna e gjuhës, edhe më morën numrin e telefonit. Më vonë më kërkuan nga mediumi Kope, nuk e kam nxjerr unë t'i bëj pak reklam, edhe pse gjykoj që duhet. Kam menduar që do bëj dikush tjetër, se mos e bie si self-promotion, promovoj vete. Janë lidhur të emisioni, një ndër emisionet më të shikuara në Madrid, Kope. Dhe pikërisht aty kam bërë atë që më takon mua si shqiptar dhe si titovar. Thanë që vinë huligan, problematik për ballistët. Kemi patur jo zëng, por thjesht kam arritur, falenderoj Zotin që më dha këtë mundësi. Dhe jo doli shumë mirë, sepse thash ne vim nga Maqedonia, sigurisht që përfaqësojmë Maqedoninë e Veriut, jemi kampioni i këtij vendi, por ne jemi shqiptarë dhe nuk mund askush na marr drejtën të jemi si të tillë. Ngjyrat tona janë kuqezi, mos i flamuri kombëtar i Shqipërisë, dhe për këtë arsye ne ju e keni marrë atë lajm nga mediat maqedone, sepse kur i them unë ashtu, ata e keq kuptuan, po janë mediat tuaja, po janë mediat tona, por që gjithçka që paraqitet në aspekt kombëtar edhe ju pengon. Për këtë arsye ne duhet të respektojmë maksimalisht vendin ku jemi këtu, e përfaqësojmë Maqedoninë. Ka patur edhe ca muhabete të tjera tash herën e fundit me një postim në rrjetet sociale, ku më pyet ato sfidat e përditshme, menaxheri i rrjeteve sociale e lidhi festën kombëtare 28 nëntorit, edhe gjithmonë nuk kam dalur të flas publikisht, ja tani ndos, mbasi erdhi muhabeti, Shkëndija përfaqësohet si klub nga Shqipëria.
s'është e vërtet. Shkëndia përfaqësohet si klub shqiptar. Ka dallim. Nuk e ka thënë askund Shkëndia, kush është ai jo profesional tek ne që mund të thotë ne jemi klub nga Shqipëria. Do thonë ne jemi nga Maqedonia, ne jemi kampioni krenar i Maqedonisë së Veriut, Shkëndia. Por ne jemi klub shqiptar dhe këtë të drejt do të ishim ignorant nëse ne nuk dhe kjo është problemi që kemi me pjesën e mediave të caktuara maqedone që duke dashur të na tregojnë si nacionalistë ato vetëm tregojnë fytyrën e vet nacionale. Po kur the këtë punën a ke qëndruar gjithmonë pranë gazetarisë, sigurisht sa më lart që ngritesh, ti e zgjeron rrethin, je njeh njerëz sa më shumë dhe keqkuptimet më të mëdha dhe sfidat më të mëdha, problematikat kanë qenë jo që mvaren nga unë. Keqkuptimi, sepse ka njerëz të caktuar që shfrytëzojnë në rolin e këshilltarit. Ka, domethënë, u bë një bujë shumë e madhe këtu te ne, menaxher Fatoni. Ka patur një problem një moment të caktuar kur një njeri më kërkon kontakt numrin e një futbollisti dhe të njëjtin e kërkonte edhe Shkëndia. Dhe ju kam thënë, nëse marrim ne sepse ma ka lypur filani, dhe këtu dikush e ka shfrytzuar për të bërë një famë të keqe duke folur nga njerëzit që punon kundër politikave të klubit, shqyqyrë zotit janë marrëdhënie të shkëlqyeshme me pronarin dhe i kemi sqaruar këto gjëra, por unë nuk është se mund t'ja lejoj vetes të shkëputem nga profesioni im dhe të shkëputi çdo lidhje që kam. Mua një moment bashkë kur ishin këta muhabet, shiko, të punosh menaxher, agent nuk është asgjë e keqe. Por kur do vendos, nëse do e bëj këtë punë, do e vendos Fatoni, jo të tjerët. Po nuk është punë për mua. Por, duke qenë që e flasin, ai nuk është as drog, nuk është as një gjë, thjesht është një punë që ti lidh njerëzit. Natyrisht që duke patur kontakte, unë nuk kam ndërmend që mos i hap telefonin dikuj, apo mos i përgjigjem në ftesën se nuk i pëlqen Arianës. Mua bashkë kur fliteshin ka bërë këtë, apo ka bërë atë, më ka marrë një mik, kishin marrë 2-3 volejbolliste nga Kolumbia në klubin e volejbollit të Universitetit e Tovës, duhet të shkoj si përkthyes, tash aq do na shoh dikush, do thonë Fatoni menaxher ka marrë edhe volejbollistët i menaxhon, janë gjëra që thjesht më kanë penguar në prishjen e reputacionit, sepse edhe sot e kësaj dite njerëz që nuk më njohin, u ka mbetur ajo prishja e imazhit se e bën këtë apo e bën atë. Unë e di fiks çka punoj, e di fiks kush jam dhe gjëra që nuk do kisha shkel kur, parimi që nuk do kisha shkelur kur është të tradhtoj veten edhe punëdhënësin. Për këtë arsye, unë mendoj që pa më e njohur njeriu mos flasim, sepse nuk e dim se çka fshihet para tij. Dhe nuk besoj që do të kishte fjalimet bukur për të përmbyllur këtë intervistë. Unë ju falenderoj shumë që ndas nga koha juaj që të jeni sot në emisionin tonë. Faleminderit shumë edhe kënaqësi shumë e madhe që ishi sot pjesë e jona. Për mua gjithmonë është kënaqësi, ju falenderoj për hapësirën, ju uroj shëndet në radhë parë dhe shumë suksese. Televizionin Koha u shekulloft sa më shumë dhe gjithë ju tjerët e keni përgjegjësi që t'jepni më të mirën për të ecur përpara. Faleminderit edhe një herë Faton. Kënaqësi. Të nderuar shikues, dhe juve ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, bashkë miru pafshim.